Rob të Allahut duhet ta dim më së miri dhe kur nuk duhet të mungoj në mendjet tona dhe zemrat tona fakti që Allahu Azza wa Jall nuk i ka krijuar krijesat e tij kot dhe nuk i ka lënë ato pas dore në pakujdesi. Por Allahu Azza wa Jall njerëzit, krijesat e tij i ka krijuar për një qëllim të lartë, për një qëllim fisnik, edhe për qëllimin më kryesor, që është adhurimi i Allahut dhe bindja ndaj tij Azza wa Jall. Prandaj ai thot në librin e tij: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit nuk i krijova për tjetër gjë, vetëm se të më adhurojnë. Edhe Allahu Azza wa Jall që bijtë e Ademit ta realizojnë këtë qëllim kaq të lartë, kaq fisnik, i ka nderuar njerëzit. I ka ngritur ato në pozita të lartë, u ka dhënë mendje që dallojnë të mirën nga e keqja, të bukurën nga e shëmtuara, të drejtën nga e padrejta, të saktën nga e gabuara. U ka dhënë atyre mundësi të flasin. U ka dhënë atyre natyrshmëri të pastër. Natyrshmëri të pastër që vetë në shpirtin e tyre, pra në brendin e tyre, në qenien e tyre të pastër, arrin të orientohen tek e mira, tek ajo që duhet më mirë se që mund të orientohet njeriu me sytë e tij, me veshët e tij apo me shqisat që ka ai në fizikun e tij. I ka dhënë Allahu Azza wa Jall shqisa të sakta, të plota, me të cilat perceptojnë gjërat. U ka dhënë atyre mendje që meditojnë, pra u ka dhënë gjymtyrë me të cilat ato bëjnë punët e tyre. Allahu Azza wa Jall i ka dhënë mundësi atyre që të shfrytëzojnë çdo gjë në qiell, në tokë e në det, që ja ka nënshtruar Allahu Azza wa Jall, me qëllim që jeta e tyre të jetë sa më e mirë, dhe me qëllim që ata ta plotësojnë synimin kryesor për të cilën janë krijuar, që thamë ne në fillim, që ta njohin krijuesin e tyre, Allahun Azza wa Jall, t'i nënshtrohen atij me adhurim, edhe t'i binden atij plotësisht. Thot Allahu Azza wa Jall: "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila." Ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, i kemi mbartur ata në tokë, pra i kemi dhënë mundësi që të kenë të shëtisin, të lëvizin nëpër tokë, wal bahr, edhe në det. I kemi furnizuar ata, u kemi dhënë atyre pra nga gjërat më të mira, dhe i kemi ngritur lart, i kemi nderuar ndaj shumë krijesave të tjera. Allahu Azza wa Jall bijtë e Ademit, njerëzit, i ka ngritur me shumë krijesa të tjera. Imagjino domthon ta krahasosh veten me një kafsh, me një peshk, me një shpend. Gjithmonë njeriu është më lart. Gjithmonë njeriu është më i nderuar nga krijesat e Allahut Azza wa Jall. Kjo sure pra është e qartë që e tregon se sa shumë nderimi ka bërë Allahu Azza wa Jall krijesave. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall thot në librin e tij: "Wa idha massakum ad-durru fil bahr dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura afa amintum an yakhsifa bikum janib al-barri wa yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a."
Në këtë ajet kuranor Allahu Azza wa Jall thot: kur ju kap e keqa në det, pra vështirësia, e gjeno kur njeriu është në det, ai njeriu i vogël që mund të jetë me një anije të madhe në dukje, por që është në një det aq të madh sa që ajo s'është asgjë. Ku dallgët e vërtisin sa ne i kthej. Pra në këto momente të vështirë, njeriu gjithë atyre të kotëve, zotave të rrim që i lutet tu në tokë, që nga statuet e larta që nxitojnë njerëzit i bëjnë sa më të mëdha, sa më madhështore, që duken sa më të mëdhenj, edhe pse janë sende gur, deri tek të vdekurit, apo kafshët, apo pemët, apo çfarë mendja e prishur e njeriut dhe natyra e shtrembruar e atij i ka marrë si zota, që nga patkoj i kalit, nga hudhrat, nga këto që i mbajnë për t'i mbrojtë, për t'i shpëtuar, apo të tjerë që mund t'i luten veç Allahut Azza wa Jall, këto i lejnë gjithë, i harrojnë. Pra nuk i vjen fare ndërmend, nuk i vjen fare në zemër, në mendje që mund t'i lutet në këto momente këtyre. Pra, por i luten vetëm Allahut. Atëherë kur Allahu i shpëton ato në tokë, ata prapë ja kthejnë shpinën. Allahu i shpëtoi, ata prapë ja kthejnë shpinën Zotit vërtet krijuesit të tyre. Por kjo për shkak se njeriu është mohues i madh. Por a jeni ju të sigurt, thot Allahu, se ai nuk ua shafit ju tokën e t'ju përpi, apo t'ju dërgoj ju ndonjë shkatrim tjetër dhe ju nuk keni tjetër ndihmës, pra pse jeni të sigurt edhe për këtë, edhe në tokë mos jeni aq sigurt se mund të vi shkatrimi i Allahut Azza wa Jall. Apo prap, a mos jeni ju të sigurt se nuk do të theheni prap në det? Pra siç ishit një herë në vështirësi, të jeni për së dyti. Edhe atëherë Allahu t'ju dërgoj një tufan, një ciklon, një erë të fortë e t'ju mbys për shkak se ju mohuat, e pastaj nuk do të gjeni shpëtimtar askënd tjetër veç Allahut Azza wa Jall. Në këtë ajet, o besimtar, ne del në pah ose shohim qartë atë që quhet ndryshe argumenti i natyrshmërisë origjinale të njeriut. Pra natyrshmëria e pastër, primare, të cilën e ka krijuar Allahu Azza wa Jall njeriun. Ajo është argumenti më i fortë që e bind njeriun që Allahu Azza wa Jall është krijuesi i tij. Është ai që e ka në dorë fatin e tij gjithmonë. Dhe Allahu Azza wa Jall, edhe pse i ka dhënë shumë argumente për ekzistencën e tij, për krijimin e tij, për madhështinë e tij, për të qenur të atij zotrues, dominues ndaj gjithçka, qofshin këto argumente logjike apo argumente fetare nga Kurani, s'ka dyshim se ky argumenti i fitras, i natyrshmërisë së pastër, është argument i madh. Pra natyra e pastër njerëzore, Allahu Azza wa Jall e ka krijuar njeriu në natyrën e tij, qoftë në fizikun dhe në mendjen e tij dhe në shpirtin e tij, që ai ta adhurojë Allahun Azza wa Jall, që ai të njështrohet Zotit të tij, që ai gjithmonë, qoftë në vështirësi, qoftë në mirësi, të jetë besimtar i Allahut Azza wa Jall, që kur mos t'i shkojnë ndërmend mohimi apo kundërshtimi i Allahut, të jetë gjithmonë me moralet e mira të pëlqyeshme. Edhe ky është argumenti i fitras, pra që në këtë ajet ne e gjejmë të mbjellur fort në brendin e çdo njeriu. Ajo është e pastër, pra kur ajo është e pastër, jo e sëmur, jo e ndotur, padyshim që gjithmonë do ta udhëheq njeriu tek besimi në Allahun Azza wa Jall, tek të qenurit e njeriut i nështruar plotësisht ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra nëse ajo do të mbetej e pastër, e panjollosur, por fatkeqësisht kjo natyrshmëri e pastër e njeriut shpesh herë ndikohet
nga gjëra të tjera, të cilët e devijojnë atë nga rrjedha e saj normale, nga rrjedha e saj e duhur. Dhe ajo mbetet e mbuluar në rrënojat e dyshimeve të kota të mendjeve të mbrapshta. Pra mbetet e mbuluar në rrënojat e epsheve që nxit tek njeriu shejtani dhe vetvetja e tij e sëmur dhe shoqëria e tij rreth e rrotull që e rrethon e sëmur dhe e devijuar. Kështu që kjo natyrshmëri e pastër që cilën e ka krijuar Allahu Azza wa Jall në natyrën e saj të pastër, ajo stopohet ose nuk është në funksion, nuk funksionon. Dhe nuk e kryen detyrën e saj plotësisht apo e kryen atë në mënyrë shumë të dobët për shkak të asaj që thamë ne. Prandaj na i sqaron shumë bukur profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadith ku thot: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Çdo i porsa lindur, pra çdo fëmijë lind në natyrshmëri, pra në natyrshmërinë e pastër, në cilën e ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Edhe njerëzit të e vërtetojnë gjithë ose e pohojnë që të gjithë, fëmijët janë të pastër. E kanë qëllimin që fëmijët nuk gabojnë, që fëmijët nuk bëjnë diçka me qëllim të keq, që fëmijët nuk kanë atë shpirtin e keq, atë nefsin e keq, domthonjë që të orientohen tek e keq, po janë të pastër. Sepse kjo është e vërteta. Ky është krijimi i Allahut Azza wa Jall. Por thot pastaj janë prindërit e tij, të cilët ose e bëjnë atë jahudi, ose e bëjnë atë nasrani të krishterë, ose e bëjnë atë zjarputist, pra adhurus të adhurimeve të kota. Pra prindrit të vëllezër, ka përmend profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam rolin kryesor në deformimin e natyrës së pastër, sidomos tek fëmijët. Prindërit, po s'do të thotë që sot domethënë s'ka dyshim që kanë edhe shumë të tjerë jashtë prindërve rol të madh në deformimin e natyrshmërisë së pastër të robit. Argumenti i fitras është argument i rëndësishëm për cilën ne si besimtar duhet të interesohen. Edhe pse ajo në ditët tona është deformuar shumë. Pra fitra, natyra e pastër njerëzore, siç po e shohim qartë, është deformuar shumë. Pra nuk duhet të imagjinohej tek njerëzimi njerëz që mohojnë Allahun, që mohojnë Zotin, që thonë jam ateist. Apo unë nuk e besoj Zotin. Po unë e besoj thot, po nuk i bëj ato që thot Zoti. Unë e besoj thot, po unë bëj çfarë dua unë me jetën time. Apo unë e besoj Zotin thot, edhe domthon bën nga sjelljet më të kundërta me atë që urdhëron Allahu Azza wa Jall, i bën nga gjërat, nga krimet më të shëmtuara, nga moralet më të ulta. Pra kjo nuk diskutohet që natyra e pastër e njeriu është deformuar. Po kjo natyrë e pastër që është dhe argument dhe që gjendet në brendinë e njeriu, ajo shpesh herë del në pa. Ajo shpesh herë del në pa, sidomos kur ajo nxitet nga ngjarjet dhe rrethanat që e rrethojnë njeriu, sidomos në vështirësitë. Madje edhe kjo është një nga urtësitë që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë njeriu, robit të tij, vështirësi. Sa që ti gjen ateistin më të madh, atë kundërshtarin më të madh thuhet ti që është Zoti. Kur ai është në vështirësi, ai do thot patjetër o Zot, shpëto. Prandaj thot Allahu: "Wa idha massakumud durru fil bahr, dalla man tad'uhu illa iyyah." Dhe kur ju u kap vështirësia në det, i leni që të gjithë dhe i luteni vetëm atij, vetëm Allahut Azza wa Jall. Në surën Yunus thot Allahu: "Huwa alladhi yusayyirukum fil bahri wal bahr, hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim birih طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين." Thot Allahu në këtë sure, ai është pra Allahu Azza wa Jall që mundsoi atyre që ata të lundrojnë në përdet. Dhe kur ata, pra njerëzit janë në anije,
dhe ne u japi mundësi me një erë të mirë që ato të hecin, pra era është e mirë e përshtatshme që të lundrojnë, ato kënaqen, gëzohen. Mirë po më pas atyre u vjen erë, furtunë, pra e vështirë, edhe u vin dallgët nga çdo anë dhe aty e kuptojnë pra që i ka rrethuar domthonjë zhdukja, vdekja nga çdo anë. Atëherë çfarë bëjnë? I luten Allahut Azza wa Jall. I luten Zotit me sinqeritet të plot, pra vetëm atij i drejtohen dhe thonë, nëse na shpëton këtë herë, do të jemi prej falendëruesve. Sa herë njerëzit e thonë të, kur janë vështirësi, po dola nga kjo situatë, kam për qenë njeri i mirë. Po shpëtova këtë herë, do të kthehem tek ti. Po më erdhi mbar, do të bëj këtë, a do të bëj atë. Mirë po, njeriu harron, Allahu na ruaj. Ajetet të tilla që tregojnë të argumentin e fitras, e natyrshmërisë së pastër, që e nxit njeriu në besimin në Allahut Azza wa Jall, një të vetëm janë të shumë. Pra sidomos kur njeriu e kapin këto vështirësitë, kur ai kalon në sprova, kur ai kalon në smundje, kur ai kalon domethënë në siklete, padyshim që do t'i kthehet Zotit të tij, edhe këto prandaj dhe Allahu Azza wa Jall i ka mundsuar njeriu që shpesh herë ai t'i ketë këto si shkaqe që ta nxisin dhe ai të kthehet tek natyra e pastër. Edhe pse Allahu Azza wa Jall e ka krijuar atë në natyrë të pastër, por siç thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum ash-shayatin." Unë i kam krijuar robërit e mi të pastër, pra i kam krijuar me natyrë të pastër. Mirë po, shejtanët i morën dhe i nxitën, pra i larguan ato nga kjo natyrë e pastër dhe i larguan nga adhurimi i Allahut Azza wa Jall në adhurimin të kota dhe i larguan ato nga moralet e mira të pastra për në degradim. Allahu na ruaj. Prandaj është e kërkueshme për ne si besimtarë që të kujdesemi shumë për natyrën tonë të pastër, që të mbetemi besimtarë të pastër tek Allahu Azza wa Jall. Edhe të jemi gjithmonë në adhurimin e Zotit një, edhe të përpiqemi që të shohim argumentet e tij, argumentet në universin e tij, në qiejt, ndrimin e natës dhe të ditës, në krijesat e tij të shumë llojshme edhe në vetët tona. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Shpesh herë vëllezër shumë njerëz habiten dhe thonë, si u kthy dhe ky besimtar, si shkon dhe ky në xhami, si u bë dhe ky i mirë. Pra, në një shoqëri ku ne fitra, natyrshmëria ka degraduar kaq shumë, i duket habi njerëzve pse njeriu bëhet i mirë. Madje nga disa njerëz të cilët ata mendojnë se për shkak të dukshmes së tyre, se Allahu e di brendin, ata nuk e imagjinojnë që ky ndoshta do bëhet besimtar apo do bëhet rob i Allahut Azza wa Jall. Por nuk ka habi kjo për besimtarin apo për ne si musliman. Se ne besojmë te kjo që thashun më lart, natyrshmëria e pastër, e cila është e rrënjosur në brendin e çdo njeriu, edhe atë nuk mund ta rrënjosë asgjë. Vetëm se ajo ka nevojë të zgjohet. Edhe kjo për shkak se është dhe besa, është edhe besa që ka marrë gjithë secili nga njerëzit para Allahut Azza wa Jall. Pra, kur Allahu Azza wa Jall ka krijuar Ademin alayhis salam me trupin dhe shpirt, fillimisht ka krijuar shpirtin e Ademit dhe shpirtrat e gjithë njerëzve. Pra, e gjithë ne njerëzve. Pra, sepse njeriu përbëhet nga trup dhe shpirt. Edhe Allahu thot në Kur'an, të pyesin për shpirtin, thuaj shpirti është çështje e Zotit tim dhe nuk është dhënë nga dituria vetëm se pak. Të shpirt Allahu Azza wa Jall kur i ka kriju gjithë, pra shpirtat e njerëzve që nga i pari deri tek i fundit,
i ka paraqit para vetes tij, sikur se thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, në surën A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Përkujto kur Zoti yt nxorri nga shpinat e gjithë bijve të Ademit, pra prindër mas prindi, që nga Ademi alayhis salam, prindër mas prindi, do të nxorri gjithë shpirtrat dhe i paraqiti ato para vetes Allahu Azza wa Jall, dhe i tha, a jam Zoti juaj? Pra, kjo është një ngjarje që ka ndodhur. Ne nuk është se kemi qenë aty me mendjet tonë, me sytë tanë dhe ta mbajmë mend këtë kështu domosdoshmë si diçka pamje vizive. Po kjo është një ngjarje që ka ndodhur shpirtrave tanë dhe kanë qenë prezent, pra dhe kanë dëgjuar të fjalë të Zotit tyre dhe kanë thënë, po, dëshmojmë. Pra ti je Zoti ynë. Pra ty do të kemi gjithmonë Zot. Ty do të adhurojmë, ty do të nënshtrohemi, ty do të dëgjojmë, ty do të bindemi, gjithmonë rrugën tënde do të jemi të pastër. Pra kjo ishte besa që e ka dhënë çdo shpirt. Mirë, po çfarë ndodh? Ajo që thamë ne, pra njeriu në këtë dynja lindi vogël, fëmijë. Mirë, po prindit fillojnë ja mësojnë, vend që ti mësojnë fjalën Zot, i mësojnë fjalën para, vend që ti mësojnë fjalën falje, namaz, i mësojnë ato dëshirat e kota, vend që ti mësojnë moralin e mirë, i mësojnë gjërat e shëmtuara. Pra në vend që ti mësojnë fëmijës gjërat e bukura, gjërat e mira, siç kërkon Allahu Azza wa Jall, siç është feja e pastër, natyrshmëria e pastër e njeriu, i mësojnë të kundërtën. Ato thanë, dëshmuam, se thot Allahu pasaj, an taqulu yawm al-qiyamah in kunna an hadha la ghafilun. Se mos vi dita, pra dita e kiametit, e thoni, ne nuk e dinim këtë. Ishim pavëmendshëm. Nuk ka arsye ditën e gjykimit, as një shpirt njeriu thot, po jo, po nuk e dija që ishe ti Zoti, Allahu, që ishe ti krijuesi i qiellit dhe tokës, që unë isha robi jot, që unë isha krijesa jote. Nuk mund ta thot këtë. Nuk mund ta thot sepse nuk e lën kjo besë. Apo të thonë, jo, ato baballarët tanë, madje edhe kjo argumenti që me që kanë qenë prindërit tanë, kështu jemi dhe ne. Kështu i gjetëm dhe kështu ishim. Se do të tentojnë ato, se thot Allah, se mos thoni që bën shirk, pra adhuruan zota të tjerë, prindërit tanë, edhe ne ishim pasues të tyre. Apo na shkatron për shkak atë që bën njerëzit, ato devijuarit para nesh. Pra nuk ka argument, edhe për këtë nuk ka argument njeriu që thotë kështu i gjeta unë prindërit e mi. Pse? Se natyra e pastër e njeriu duhet ta nxjisë në adhurimin e Allahut Azza wa Jall. 1. Sa i përket kësaj që thamë më lart që fëmijët janë në natyrshmëri të pastër, janë bërë shumë studime shkencore nga shumë universitete prestigjioze, siç është Universiteti i Oxfordit, që kanë dalë në përfundimin që çdo fëmijë lind besimtar në Allah, lind besimtar në Zotin. Madje ato kanë thënë se nëse do t'i lenim fëmijët në një ishull kur ata të rriteshin vetë, pa ndikimin pra e këtyre rrethanave që thamë që e ndotin apo e transformojnë natyrshmërinë e tyre, padyshim që ato të ishin besimtar tek Allahu Azza wa Jall, edhe do të ishin zbatues fesë Allahut Azza wa Jall. Por ne si musliman, studimet shumë të ka shumë, por ne na mjafton fjala e Allahut realisht ku thot: "Qalat rusuluhum a fillahi shakkun fatir as-samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma." Të dërguarit e tyre u thanë: a në Allahun ka dyshim? Pra në Zotin krijuesit të qiellit dhe tokës ka dyshim që krijoi qiellin dhe tokën? A mund dyshoj njeriu tek Allahu Azza wa Jall? Pra është pamundur, nuk ka absolutisht mundësi që të dyshosh në krijuesin Allahun Azza wa Jall. Sepse ai është thotë që ju thërret që t'ju fal ju gjunahet e juaja edhe t'ju le tu në këtë dynja në një afat të caktuar. Besim njerëz duhet patjetër t'i drejtohen fesë Allahut Azza wa Jall
me pastërti, se feja islame është feja e natyrshmërisë së pastër. Thot Allahu në Kur'an: "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah. Dhalika ad-dinu al-qayyim, walakin akthara an-nasi la ya'lamun." Ti drejtoje fytyrën tënde ka feja e pastër, feja e natyrshmërisë së pastër, në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. Pra drejtohu në Islam, zbatoje Islamin, fenë e Allahut Azza wa Jall, sepse kjo është feja e pastër e Allahut, është feja e natyrës së njeriu, që përputhet me natyrshmërinë e njeriu. Çdo rregull, çdo ligj, çdo adhurim, çdo çështje, çdo moral i fesë islame është në përputhje me natyrën njerëzore, me natyrën e pastër të njeriu. Elusim Allahun Azza wa Jall që na i ruaj çdo gjë të mirë, na largoj nga çdo e keqe. Lutim Allahun Azza wa Jall na i ruaj natyrshmërinë tonë të pastër, na i ruaj mendjat tona, zemrat tona, shpirtet tanë, na udhëzoj tek e vërteta dhe tek rruga e duhur.